Hello, mirëmëngjes nga një video tjetër. Unë tani do bëhem gati, kam vendosur produktet e skincare-it, por nuk kam vendosur SPF-n, që është kjo nga Transparent Lab, që është edhe me ngjyrë dhe ju sugjeroj sepse është shumë e mirë. Edhe e trazojmë pak, marrim furçën ton ose sponge, po për marr furçë sot për të bërë hapjen. Sot është e martë, unë isha me cikël edhe prandaj 2 ditë kam qenë jo aktive në rrjetet sociale. Edhe tani të nisim javën, po e nis sot me pak fjalë dhe fytyra është super mirë, edhe pse kalova ditët e mia, por shumë e rregullt me skincare-en. Shkoni sa e mirë që është, shkoni çfarë shkëlqimi jep kjo fondatina. Unë i them kështu, por është SPF dhe e bën punën shumë mirë dhe si fondatin. Sot duhet të shkoj tek banka, është ora 11, duhet të marr diçka aty. Plus duhet të shkoj nga studioja, kam shumë porosi që duhet që t'i bëj gati. Kam disa puna aty se është bërë atje goxha muj. Duhet vinë në shtëpi, të organizoj disa gjëra dhe jam full sot me pak fjalë. Por do t'ja dalim dhe do filmojmë sa më shumë vlog, t'ju tregoj nga dita ime dhe këtë gjërat e thjeshta. Më janë shumë, nuk e di pse kjo kamera mi tregon dhe shumë të erët sytë, se s'janë kaq, por ndoshta efekti kamerës. Nuk e di nëse e keni parë, nëse e ndiqni ose ju ka dalë, por nëse nuk e shikoni, mos e nisni sepse unë jam bërë pishman. Një serial që nisa unë, po e bëjnë si t'ju doj qefi. Dhe me thënë, nuk më pëlqen fare se si po e trajtojnë, sepse unë jam tim e lek dhe gjithmonë kam qenë që më fillim fare edhe nuk e kuptoj shumë të gocat. Okej, dhe për Jaldisi më vjen shumë gjëna, por nuk e justifikoj dot dashurinë e atij për me Jaldisin, ndërkohë që ai i martuar i premton tek kësaj gocës tjetër. Jo thjesht do ta ndihmoj, jo nuk do bie në dashuri, që janë këto fjalë, kur vjen puna ran dashuri, edhe këtë gruan e parë harroj fare, edhe pse gruaja e parë është shtatzane. Më thon, nuk e di nëse e ndiqni, më shkruani kë super toni, kë keni qef. Unë as nuk e dua me fare atë seratin, sikur po më pyet mua njëri, po kam fjalën që nuk dua që të përfundoj me Lekun dhe nuk ka se si të përfundoj sepse ka bërë shumë për borxh. Dua që me Leku të shkoj në Stamboll, të ndjek ëndrat e veta, të njoh një djalë atje, të bëj fëmijë e mos ta shohim më seratin. Nuk më pëlqen fare ai serati. Tani e kemi bërë bazën, siç ju thash, vendosa SPF-n me ngjyrë. Nuk e di nëse ndriçimi i kamerës është mirë, sepse më duket se është pak i errët, por s'prish punë. Këtë që kemi. Se realisht nuk është se ju futem që të rregulloj ndriçimin, se nuk është se marr vesh shumë edhe kam harruar, sepse realisht po bëj shumë kohë që nuk po xhiroj me kamera. Kam dhe këtë kamerën e madhe që e kam lënë këtu. Kjo është shumë e mirë. Nuk e di, edhe kam bler shumë lek, por kam 3 muaj që nuk e kam ndezur. Prova tani ta ndezja, sepse ajo nuk është se ka punohet gjatë gjithë kohës, sipas ndriçimit ndryshojnë dhe ato efektet, drita. Edhe nuk po e merja vesh tani, s'po më pëlqente, sepse duhet që të merrem 1 orë që t'ja marrë dorën përsëri, sepse kam harruar ta përdor. Edhe nuk e di nëse duhet që ta mbaj apo duhet ta shes, sepse e kam bler shumë shtrenjtë, ka vajtur mbi 2 pikë ca. E po e shita normal që do e shes pak më lirë. Thjesht ai fiksimi i cilësisë, si YouTube-it, e kur vjen puna edhe me kamerë të telefonit të filmosh, njësoj është. Edhe prandaj goca nëse keni qef të nisni YouTube-in, sepse kam pafund komente që reja çfarë kamera na sugjeron, unë ju sugjeroj që ta nisni me telefon, sepse YouTuberat e huaj e përdorin shumë telefonin, sidomos për vlogje që janë një bare çfarë
lloj video shkeni qef. Sidomos për vlogje që janë vlogje spontane, vlogje të thjesht nga dita. Për këtë arsye unë bleva edhe 17-ën, sepse unë përdor 15-ën Pro Max. 17-ën e kam marrë vetëm për video, edhe mirë që jemi tek kjo temë. Unë do t'ju sugjeroja për foto, nëse keni biznes edhe të mbyre, më pëlqen super. Edhe duke pasur telefon që nuk e kam të fundit, domethënë nuk e kam të vjetër, marrën këto për vetullat, këto i kam marrë të temu. Nuk e kam të vjetër, 15 Pro Max, kur e hap ndonjëherë pa dashje për foto, realisht ndryshimi është i frikshëm, duket sikur po filmoj me ndonjë Samsung. Edhe e lë fare, shumë i errët, duket i kamera. Kamera ka super ndryshim. Pastaj kur postohet në Instagram, duket sikur mbet pak ajo cilësia, ose këtu në YouTube, dhe mua po mbie telefoni. Po vendose pak blash, në fytyra duket shumë e pastër, duke pasur parasysh që nuk e vendose fondatin. Nuk e mbaj mend se çfarë po flisnin pak më përpara, se më thoshte Alvin këtë problemin që kishte tek puna. Dhe më iku fare mendja, se tek muhabeti. Unë tani do bëjmë gati, do bëjmë edhe një reels me outfit ose për TikTok, më saktë, sepse edhe aty po postojmë në ndishin edhe aty. Do jenë, domethënë, 3 platforma content të ndryshëm. Kemi edhe këtë nga Too Faced, shumë nice, ky më pëlqen. Ka edhe pak si highlighter, dhe duket shumë natyrale. Buzët i preferuari im është ky nga Benefit, që është fantastik për të dukur buzët kështu si korane, si korikeve të kuqe. Bëj pak këtu në qendër të buzës. Në kam bërë pak me laps. Ka. Në fund fare do t'i vendosim edhe lip gloss, jam me këtij të Gizos, që është shumë i mirë, edhe këtij të Dior. Por po vendosë të Diorit. Se kam kohë që kur ka vendosër. Kjo ka ngjyrë shumë të lezetshme, është kështu si Leila, por duket një roz e bukur. Do vendos këtë, ky është parfumi im i preferuar. S'ka më të mirë se ky. Minimalist me parfume. Gjithë këta janë blerë jashtë shtetit. Jo, në fakt ky Pradës është blerë këtu. Ma ka marrë Alfi për vitin e ri. Edhe do vendosim dhe parfum për flokët. Dhe kombinon shumë edhe me parfumin që hodha pak më përpara, një përzierje mix aromash. Çfarë mendoni të veshu sot? Sot nuk është as shumë pas shumë tot, po t'ju tregoj pak një haul që bëra tek ka blerje që bëra tek Tegu, marrë te Stradivarius. Ka në saj bukur që është, ka këtë yllin këtu, që vdiqja, janë këto xhinset që varen tek çanta, edhe këtë tjetrën që është shumë e zëmër, me Zara, me yll, me një yll të vogël. Dhe është shumë cute që t'i vendos në çantë. Sa po erdha në zyrë tani, edhe këtu është për goxha muj, sepse kam bërë paketime, kam bërë gjëra dhe i kam lënë si kam dashur unë. Kam lënë goxha muj. Do het çizme sepse nuk jam fare rehat me çizme, por në fakt duhet zbrisja poshtë blija në një bidon me ujë. Edhe kam bërë edhe me rroba këtu. Sepse bëra pazar, thrifting dhe mora këtë përlicër shumë bukur që është, shkoni çfarë lexon. Është flokur e vërtet. Dhe shikoni sa e trash që është brenda, është e plot. Edhe e adhuroj, është shumë e bukur, është vintage. Edhe shikoni sa bukur që rritë kjo pjesa jakës që e ka kështu si me push. Edhe më pëlqen se si më rritë, prandaj e mora dhe e gjeta me të çmim të mirë, duke qenë parasysh që
është me lëkurë të vërtet. Sa kjo duket? Si ata filmat e vjetër Amerikan. A kjo veshejme me gri sot fix. Edhe sot do merrem, do t'i përkushtohem vetëm studios, do bëjmë punët, do bëjmë paketime, sepse kam për të bërë paketime. Edhe prandaj u mora dhe juve me vete, që mos të vetëm të paktën të bëjmë bashkë muhabet. Edhe jam lodhur goxha. Vata tek banka, mora atë dokumentin që më duhej, edhe për pak vajta me motor dhe për pak u përplasa, isha me motor dhe për pak u përplasa me vetë, nuk është përplasa në një njeri, po ngjitesha në bordur edhe aty sikur më iku pak motorin nga duart. Po çdo gjë rregullua pastaj, nuk është se ndodhi një gjë, po trëmba pak, sepse duhet të ta kisha më shumë mendjen. U kutova. Tash, hajde se i hipi kësaj unë me motor. Ajo me kam me zikipën. Se besheka. Edhe vajta atje, mora atë dokumentin që më duhej, erdha tani te studioja, motorit po i vinte fundi baterisë, se normale këtu është si malore, nuk i ka marrë as karikusin, që kështu shpresoj që të më çojë në shtëpi. Po ka shpun sa kam unë, pas nga darka nuk përfundoj, por e dini çfarë? Nuk ka marrë karikusin, që kështu nuk do mbjerë bateria e telefonit, e do thonë jo tira ke dy telefona, po një e kam me kartë, një e kam pa kartë fare. Edhe do më thënë hap kat 5G në njërit që 15 vjetës. Edhe do më në rëzë gjithë bateria. Ja, kur themun që është rëmuj, nuk talën. Unë nuk është se ju të regoj shumë këtu të puna, por na erdhëm paketimet. Këto paketimet kemi marrë goxha shumë, sepse i kemi edhe për adjetorin tjetër. Unë tani sa po erdha në shtëpi, vendosa këtu tavolinën e hekurit, që është kjo tavolina e madhe dhe është shumë e mirë për të hekur rosur, sepse shkoni sa e trash që është. Më ka marrë diku te 100.000 lek në një faqe në Instagram dhe më pëlqen se është e madhe. Edhe do hekur ros tani pak këmishat. Kam një koleksion me këmisha, e di që i keni qef kur ja të tregoj, prandaj po mundohem që t'ja tregoj. Ja, këto nga një brand shqiptar. Kam të Zarës, kam këtë nga brendi gocave, Sarës dhe Diteos, kam nga Zara. Edhe t'i hekurosim, t'i sistemojmë që t'jenë të varura, pa man t'jenë të hekurosura dhe në qoftë se dua t'i vesh direkt. Do hekurosim edhe disa gjinse që i kam vendosur këtu. Erdha ula këtu tek vendi im preferuar në shtëpi. Erdha nga studioja, shqyqy që erdha se tani nisi dhe shiu. Kisha ndër dhe disa rroba që kështu i mora dhe ato nga teli dhe do t'ju bëj një unboxing tani nga ky brendi që ka këpus shumë të bukura. Do ja shkruaj emrin këtu që mund ta gjeni direkt në Instagram ose do t'ju lëdha linkun poshtë për ta gjetur direkt, sepse ka gjëra vërtet të bukura dhe të rehatshme. Unë kam marrë goxha shumë herë, madje kam blerë edhe me lekët e mia, por këtë porosi e kemi PR box. Edhe t'ju a tregoj tani sepse ka marrë tabi. Hapim të parat. Kjo është kutia e parë. Dhe janë këto. Janë diku tek 60 euro, 70 euro. Unë vetë kam blerë këto vishnjat tek ky brendi. Po nuk e di, nuk ka pup më të rehatshme. Cilësia, kualiteti, rehatia janë 10 nga 10. Dhe unë këtë herë mora me pak tak tabi të zeza, por kam pak tak këtu, që duken pak më shik, pak më fine, për pranverë, janë shumë bukur, janë të thjeshta para, edhe me këtë takën e vogël. Nuk e di, nuk e kam provuar me të drejtë, nuk e kam provuar as në për shtëpi, që t'ju them në qoftë se janë të rehatshme apo jo, por këtu do jemi dhe do të provoj dhe do t'ju them në ditët në vazhdim. Këto ishin të parat. Tash në qoftë se doni këtë lloj këpucë dhe për ta parë në qoftë se është e rehatshme, unë ja sugjeroj që të shkoni një herë te ky brendi, pastaj mund të investoni më shumë tek brendet të tjera që
nuk duhet pa përmend emrin, pa besoj se gjithë e dini, frymëzimin e tapive. Tani këto janë të dyta, dhe këto janë të preferuarat e mia, ta mbajnë këmbën super val, janë me lesh, shkali se po që janë. Tani mami im nuk i pëlqen, edhe normale, ka goca aty, gra, zonja, që do më thonë orea çfarë i ke këto, si këmbëdhije, por unë i kam shumë shqef dhe janë shumë të rehatshme, thjesht ka një gjë të keqe që me çorape të thjeshta nuk mund të t'i veshësh, por kam bler tek Temu çorape që janë kastile për këto. Me kështu me kisht. Edhe në qoftë se dua t'i vesh tani në dimër. Por këto janë super të bukura dhe ishin shumë të rehatshme. Këto i kam veshur, i kam mbajtur vetëm tek zyrat e studioja, nuk është se i kam veshur jashtë. Po i kisha marrë aty me vete për t'i bërë një haul, por nuk ja bëra, i mora në shtëpi tani. Po qëndrova disa orë me këto në punë. Edhe të fundit fare, këto i kam provuar, i kam veshur dhe jashtë, i kam veshur 2 herë dhe janë fantastike. Këto janë loafers, nuk janë tapi, edhe në qoftë se kërkoni si këto, dhe të kenë një çmim të mirë, të janë shumë cilësore, të janë shumë të bukura, unë do ja sugjeroja me gjithë zemër këto, sepse janë super të rehatshme, kanë lëkurën shumë të mirë. Këto i kam provuar, kam dalë dhe jashtë me këto. Janë fantastike, nuk e di. Janë edhe shumë të kombinueshme. Nuk e di nëse kanë ngjyra të tjera, por e di çfarë, kishte nxjerrë ky brendi, tabi me pika. Edhe tani unë kam kaq shumë, kam 4 copë. Nuk e di nëse do më duhen edhe një palë të tjera, por me shumë mundësi do t'i porosi, sepse me pika janë shumë të bukura dhe mund të kombinohen në shumë mënyra, sidomos edhe në pranverë. Dhe këto ishin porosia që më kisha bërë, këpucët, i vendosin në përbën tek shumë bukur e bukur, se duken bukur këtu tek garderoba. Edhe një gjë, mora dhe 3 gjëra të tjera që kam bërë pazar tek Temu, me erdhi pakoja, kam marrë këtë kasën me pika, se keni den sa më kam pyetur për këtë kasën në Instagram, gjitha gocat, reja ku e ke marrë, aty i kam marrë tek Temu. Dhe kishte edhe për iPhone-in e fundit. Pastaj mora këtë, që është edhe më e bukur. Kjo është roz me pika të zeza. Unë kasat, me thënë të drejtën, po bëj 2 vite, vetëm këtu u kam marrë, nuk kam blerë në asnjë vend tjetër. Kështu janë si kallçuk, gjysmë silikon. Okej, por shikoni sa e bukur që është. Është super nice. Në fakt mora dhe një kas tjetër për telefonin, po e mora ku bleva telefonin. Edhe ishte 10.000 lekë. Mora të ka i që bleva telefonin dhe se mos ma falte atë, se bleva gjithë të telefon. Po fale, mora një kas, fale. Edhe nejse, unë i blete Temu. Me qëra fjalla me 1, 2 euro, 3 euro. Dhe kjo është tjetra. Mora dhe këtë prap me pika. Sa të me iki mua fiksime me pika, por janë fiksuar keq. Kjo që nga shumë e bukur. Kështu, këtej është transparente anash, kurse këtu ka këtë dizajnin. Ja. Se ju thashe po filmojnë me këtë kamerën edhe të shojmë qose kanë nxjerrë ndonjë gjë në dritë. Mos thoni ti sa dua që të më komentoni post, më thoni reja po ish më mirë me telefon, reja ke shumë mirë këtë kamerën, sepse po mendoj të blej një kamerë tjetër. Unë thjesht nuk jam mirë në mendja. Blej kamera, pastaj harroj të filmoj, mërzita me ndonjë gjë akut aty unë, më ikën frymëzimi edhe të paktën ato kamerat aty mbushen plot lekët e mia që vetëm ikin për kamera dhe për këto gjërat. Por nuk e kuptoj se si nuk më bërte talpi është të më thonë nana atë shmënde. Kam bler këtë kamerën, bleva DJI-n, bleva kamerën e madhe që ju tregova në mëngjes, që kam 3 muaj pa ndesur, pa atë nuk e kam rehat sepse nuk e marr jashtë. Edhe nuk di çfarë bëj. Tani mora dhe këtë të fundit tek Temu. Mora dhe një çadër me pika, po ato e keni parë jo. Po këta janë shumë bukur, sa bukur që duket. Shikoni sa bukur! Diqa sa bukur duket. Edhe fundit fare nga këto gjërat. Mora këtë tantelën, sa e bukur që mund përdoret si shat para, mbrapa, kështu. Gjithashtu edhe për flokët, duket cute. Jo, kështu me fustane, bukur e bukur. Si rush.
në pranverë, mund të vendoset edhe tek xhinset, këtu tek bluzja, nëse keni një pullover, vesh këtë, pastaj pa pantallona të bukura krem, të bardha, jo krem, të bukura pantallona. Disa bukur duket me këtë detaj që do duket në fundi. Këto ishin gjitha gjërat që kisha për të treguar. Realisht rishqetësohem, bëj ndonjë punë, po e kurosja pak rrobat e pastaj thash, do filmoj, do ju tregoj gocave gjëra sepse dua që të postoj prapë një video nesër, dua që të jem aktive. Edhe të vi sa më shpesh tek shtëpia juaj. Tani unë do të sistemoj pak këto se rrëmuj, se në fakt i kisha vendosur te garderoba, i pasha tash duhet që t'i bëj një haul. Se edhe ky brendi mi ka si PR box, plus dua që edhe t'ju tregoj gjëra që ka marrë. Se edhe kështu duken cute. Kush ju pëlqej më shumë nga këto? Këto apo këto? Preferuarat e mia janë këto. Se nuk kisha kaq të thjeshta edhe vinë si stil shumë mashkullor, janë shumë bukura, shumë fine, pastaj janë këto kafet. Janë shumë të bukura. Në Valentinin jemi jashtë Shqipërisë. Është një udhëtim i shkurtër, pa me si për presë kemi lodhur me këtë rutinën dhe kemi nevojë për çik pushime. Nuk e di pse do presë është afër, nuk është se jemi në avion. Por do pres ndonjë udhëtim së shpejti, të shkojmë ose në Rom, kam qef të iki, ose në Budapest. Budapest nuk kam qenë, Alvio ka qenë në Budapest, por nuk e di, po mbas në një gjë me Budapestin, apo është i bukur dhe duhet parë. Nuk kam qenë, Alvio ka qenë, në Rom kam qenë, Alvio nuk ka qenë. Dhe Roma më pëlqen shumë, dhe mund të bëj pak pazar në Rom. Po Budapesti si ka çmimet e këtyre brendeve kështu. Beneath the skies, in darkest darkness, so brightest light, I'm calling out for you. Kemi një supermarket haul, do ju tregoj tani çfarë morëm. Isha bashkë me Alvion, e prita erdhi tani nga puna dhe vajtëm të dy pak për pazar. Morëm banane. Sepse na shkon mendja ndonjëherë për ndonjë gjë të ëmbël, por nuk doja të blej një zupë, por nuk u tregova shumë e fortë dhe nuk e mora. Mora turshi bamje. Mendo, unë jam ai tipi që nuk është se vdes vetëm përgjigjet për bamje, po marr edhe turshi bamjesh. Mendoni jo. Mora 3 kastraveca që nuk më pëlqen ka fare aroma, po e mora se do bëj xhaxhiç. Edhe i kemi marrë një dyqan, jo në market, një dyqan që ka gjëra pak më të mira. Kemi marrë mandarina. Duket që nga aroma mandarinave kjo që nuk më pëlqen ka. Kemi marrë 2 shishe dhall. Unë i them edhe, o jetë si thuhet, dhall. Dhall. Se unë e kam shumë vështirë dallimin midis dhës dhe lës. Niset që duhet juve. Kemi marrë një salcë kosi që do ta bëjmë xhaxhiç. Sepse sot për darkë do bëjmë bukë me qofte, do i hedh bukë patate, xhaxhiç. Kemi shumë kohë që nuk ham ndonjë budallik. Po kjo buka vetë në shtëpi do ta bëjmë. Sese ta bëjmë vetë. Po, ta bëjmë vetë. Prit se do t'ju tregoj edhe qese nga marketi. Edhe 2 çanta të tjera që janë nga marketi Lagjes. Mundohemi që këto ushqimet kështu që janë fruta perime mos t'i marrim aty. Kemi marrë një lares për xhamat. Këtu vajtëm në fakt për këto gjërat. Marrëm edhe ushqim për maca, se po na priste një maca aty poshtë marketit. Mora një skip për me ngjyra. Mora një pako peceta higjienike. Mora një skip për rroba të bardha. Edhe nëse dëgjoni Alvi po qëron patatet. Mora një si kjo aroma, që ka aromë shumë të mirë. Ja adoroj këtë.
Era vjen si balsam koke. Ai balsam I famshëm, nuk e di si e ka pas emrin. Gala Gjetil, që ka qenë për flokët Corella dhe mami I ka ekstrem flokët Corella. Në mbaj mend në vitet 2005-2004, unë kam qenë shumë e vogël. Po mbaj mend sepse atëherë kemi jetuar në një shtëpi private. Edhe mbaj mend të më thënë atë vendin atë cepin ku mami e linte gjithmonë atë kremin, edhe unë që luaja e merja dhe më kujtohet ajo aroma dhe kam shumë kohë që nuk janë ndjej, por nuk e kam harruar si aromë. Keni parasysh kur është një aromë që të sjell gjithë kujtimet e fëmijërisë? Mora një aromë për rroba tjetër, Semana, më pëlqen kjo Semanës. Mora edhe këtë mori Alvia, një shampo Johnson për flokët, sepse do një shampo që mos t'i jetë shumë pse o jetë e merë kështu ti? Që t'jetë sa më e lehtë. Mos t'i dëmtohet floku, sepse e dini është mund Alvia e ka pak gjenetike pjesën e rënies së flokut, edhe po mundohemi që ta parandalojmë në maksimum. Edhe ky ishte holli te marketi vajtën. Sa vajtën te marketi? 30.000 lekë. 30, kurse edhe tek dyqani tjetër 30 vajtën. Jo, 25. 25. Po nejse, vetëm ilaçe për rroba kemi marrë. Tani do përgatisim bukën me qofte dhe ne do shifemi në një video tjetër. Mos harroni bëni subscribe, like dhe më ndiqni në Instagramin tim. Rea Pegament Bea. Ciao ciao.